أمتي الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفل. Deri para botimit të romanit Kodi Da Vinci të Dan Brownit, askush nuk ishte dëgjuar në Shqipëri për urdhërin e Kishës Katolike Opus Dei. Ndoshta i panjohur për të gjithë, por një pjesë e shqiptarëve pa e ditur ishin bërë pjesë e aktiviteteve që urdhri i shenjtë ushtronte prej vitesh në vend. Ata që janë përfshirë në shumë programe që organizata e famshme katolike kryente në vendet e varfra, ku përfshihej edhe Shqipëria. E ndërsa të pyetur direkt autoritetet e kishës e mohojnë praninë e Opus Dei në Shqipëri, vetë organizata në fjalë është ajo që tregon se jo vetëm ka vepruar në Shqipëri, por madje ka patur edhe mjaft sukses. Në një votim të vetë organizatës të quajtur Buletini i Romanes, zbulohet se Opus Dei për 1995 ka kryer dhe vazhdon të kryej operacione periodike në Shqipëri. Të tjera botime rreth aktiviteteve ndërkombëtare të Opus Dei vërtetojnë se urdhëri katolik ka qenë aktiv në Shqipëri me ardhjen e sistemit pluralist. Sikurse thuhet edhe në këtë shkrim, tregohet qartazi se Opus Dei ka marrë pjesë në programe të ndihmave emergjente nga Peruja në Shqipëri prej vitit 1993 dhe ka pasur shtrirje gati në të gjithë Europën lindore. Por po t'i referohemi periodikut Romana në buletinin e 21 korrik dhjetor 1995, në të njëjtin shkrim të sipërpërmendur thuhet se Opus Dei ka vepruar në Shqipëri si një organizat që veç misionit fetar ka funksionuar me kontribute humanitare, duke ngritur rishta skampe pune në fshatin Blinisht të Lezhës. Në terren kjo konfirmohet edhe nga banorët. Të gjithë atje kanë ndjeni për një mision fetar të mbërritur në fillim vitet e demokracisë, por askush nuk e ka idenë se për çfarë urdhëri katolik bëhet fjalë. Në rastin e demokracisë erdhën prej fëmijë e gjithë shkatruan vendin, siç e dini edhe ju. Me mirënjohje të thellë për kontributin kishtar në zonë, por edhe shumë aktivitete bamirëse, njerëzit e këtij fshati vazhdojnë t'i bëjnë njehon edhe sot. Misioni që veç të tjerash ka ngritur edhe 7 kisha në fshatra të ndryshme të Lezhës. Ky mision u fut me njerëzit, i afroi njerëzit, fëmijët, rruga ka shtru, e tonat mirit i solli, plus iden e fes si e kishte detyrë me përhap. Duket qartë se seksionet e punës për Opus Dei nuk kanë qenë kaq të kufizuara në veprimtari. Pas vitit 1995, kur Opus Dei u shfaq për herë të parë në Shqipëri, nga vetë votimet e buletinit Romana thuhet se antarët e urdhërit të shenjtë janë shtrirë në një numër më të madh fshatrash të Lezhës, si Gjadër, Baçël dhe Krajan. Sipas banorëve qendra e misionit për të cilin ata flasin, u vendos në Blinisht, prej nga drejton veprimtarinë edhe për në fshatra të tjera të zonës përreth, si Piraj, Kodel e Mëgjer. Lëvizim drejt fshatit Gjadër, ku nga banorët e tij mësojmë se emisioni fetar nga Kisha e Romës
ka ardhur nga fillimet e viteve 90 dhe është drejtuar nga një prift me emrin Don Antonio. Metoda e përdorur nga misioni për të afruar vendasit kanë qenë kurset profesionale, kryesisht për të rinjt. Masi filloi në stilxhan aktiviteti fetar, misionarët filluan duke zhvilluar edhe kurse kualifikimi. Një nga ata jam dhonë që fëmijët e mi kanë përvetësuar gjuhën italiane këtu. Kurset e tjera profesionale? Kurset e tjera profesionale ishin parukeri, që e zhvilluan këtu, e anglisht, edhe vazhdojnë përsëri. Te shkollët e fundit u hap edhe shkolla, që ti nga fshatar përreth, nga Kakarriçi, nga Ballzani. Opus Dei njihet për jetën vetmohuese që bëjnë anëtarët e tij deri në aplikimin e vetëndëshkimeve fizike. Por as Angelin Kola, banori fshatit Gjatër, e as kusht tjetër këtyre anëve nuk kanë arritur të zhbirojnë jetën e brendshme të misionarëve, që për ta janë veç se shenjtori njerëz bamirës. Pritëron përveç atë veladanin që thuhet, që ka marrë veshën, pritëron nuk ka asnjë, nuk e kam pa, ka përsysh, po edhe me thamë njerëz nuk ka asnjë nga këta që thoni ju. Është prit me norma të rregullta. Këtë thjesht, shtëpi në shtëpi, kontributi i tyre ka qenë shumë i madh. Pra, përveç tash, thanjes meshës, këto kanë dhënë shumë ndihmë fshatit, edhe ndihmë ekonomike në fillim. Por sipas shkrimeve të buletinit të Romana, thuhet se Opus Dei ka shtrirë veprimtarinë këtyre anëve edhe në vitin 1997-1999. E nëse të dhënat e organit të urdhërit të shenjtë na çojnë në gjurmët e misionit për të cilin flasim, ato i gjejmë aktive dhe sot. Megjithatë, prifti i cili aktualisht drejton misionin fetar këtyre anëve, nuk pranon të ketë asnjë lidhje me Opus Dei, ndërkohë përpiqet të tregojë një lloj distancimi të hapur ndaj këtij urdhri. Noi non abbiamo a che fare con, sappiamo, ci sono tanti movimenti, tante presenze. Ne nuk kemi të bëjmë. Dim që ka shumë lëvizje dhe prezenca katolike në Shqipëri, por ne në thelb bashkëpunojmë me lëvizje të tjera. Con altre associazioni, altri movimenti. Por nga ana tjetër, përfaqësuesi i kishës katolike në Blinisht, Don Enzo, nuk e mohon aktivitetin e Opus Dei në Shqipëri, për të cilin duket se ka dieni. Për aktivitetin e Opus Dei keni dëgjuar ndonjëherë? Sì. Ho sentito parlarne in Italia più che in Albania, onestamente. Po, kam dëgjuar të flitet. Të jem sinqert më shumë në Itali se sa në Shqipëri. Por çdo njeri ka drejtimin e vet dhe rrugën që ndjek. Është një rrugë të cilën nuk e kemi ndjekur ne. Të gjitha të dhënat dhe kjo dëshmi e fundit janë një pikë mbështetje forte e argumentit se Opus Dei vepron edhe në Shqipëri. Ajo është organizata e vetme që varet direkt nga Papa dhe që ka një autoritet të pakufizuar, duke shndërruar shpesh për këtë arsye edhe në një subjekt romanesh policesk si ai Dan Brown. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين